shumë kohë, sot samiti i ministrave të mbrojtjes në vendeve anëtare të NATO-s vazhdon punimet në ditën e dytë. Për të kuptuar më shumë rreth asaj se çfarë pritet të diskutohet sot në lidhje direkte nga Brukseli, kemi kolegën Flaka Vitaku. Flaka, përshëndetje nëse po më dëgjon. Përshëndetje Entela, po ju dëgjoj shumë mirë, përshëndetje të gjithë shikuesit e Live. Sot cila është agenda, Flaka? Çka pritet me u diskutu në takimin e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s? Po, Entela, si që potencove, sot është edhe dita e dytë e takimit të ministrave të vendeve anëtare të NATO-s, ku vetë se ka filluar gjithçka, se cili takim ka filluar të mbahet që nga ora 8 e mëngjesit e që janë duke vazhduar tërkohen me takime, sepse edhe me sot përfundon kjo ditë dhe ky takim i ministrave të mbrojtjes, sot që nga ora e hershme të mëngjesit sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg priti në takim edhe ministrin, po sekretarin e mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara Lloyd Austin, i cili ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si bashkëngjitë të këtij takimi të ministrave të mbrojtjes për të diskutuar për gjitha ngjarjet saj përket sigurisë të cilat po ndodhin nëpër botë, gjitha këto zhvillimet e fundit, gjithandej mbështetjen e Ukrainës që do të jepet, gjithashtu problemet edhe situatën tensionuese e cila është në lindjen e mesme, por gjithashtu edhe situatën në Kosovë, sepse gjatë fjalimit mikpritës të Stoltenberg drejt Lloyd Austin, Stoltenberg tha se që do ta diskutojmë edhe misionet e NATO-s të cilat janë në Kosovë edhe në Irak. Kështu që sot gjatë ditës pritet të diskutohet edhe kjo çështje. E thatë edhe ju, Flaka, dje shkurtimisht Stoltenberg ka diskutuar për çështjen e Kosovës, mirë po raportohet në media të paktën që sot një fokus më i veçantë do të jetë për situatën në veri të vendit pas 24 shtatorit. Cila është e vërteta e kësaj apo ende nuk ka diçka konkrete në lidhje me këtë? Entela, e vërtet se që potencove në për media po e shohin që po shkruajnë se do të diskutohet incidenti 24 shtatorit të Banjsk të Kosovës, nuk është se është potencuar edhe është theksuar në këtë formë. Këto pra unë jam vetë në selinë e NATO-s në Bruksel, është komentuar se do të diskutohet çështja e Kosovës, duke parë ngritjen e tensioneve gjatë javëve të kaluara, me çrast NATO e sheh të arsyeshme dhe të rëndësishme rritjen e pjesëtarëve të misionit të NATO-s KFOR-it në Kosovë. Pra, asnjë moment nuk është përmendur Banjska apo 24 shtatori si datë. Do të shohim sot tani tutje nëse gjatë takimeve do të përmendet si, domethënë çështje e vendit, lokacionit edhe datës, mirë po në media të tjera të cilat po i shohim nuk është e vërtetë që është përmendur deri tani nga Stoltenberg si sekretari i përgjithshëm i NATO-s specifikisht në këtë formë. Në pjesë të agjendës zyrtare të këtij takimi të ministrave të mbrojtjes së NATO-s nuk ka qenë as Kosova e as Izraeli, por duke pasur parasysh tensionet në të dyja vendet pra të cilat janë duke ndodhur kohëve të fundit, ato kanë hyrë dhe janë bërë pjesë e diskutimeve të takimeve të ministrave të mbrojtjes. Pra për Kosovën Stoltenberg gjatë ditës ka thënë se pritet të rritet edhe është e rëndësishme të rritet numri i pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, duke parë tensionet e fundit, kurse për Izraelin është diskutuar sot, donse nuk ka qenë në agjendë, mirë po ka qenë e drejtë që të diskutohet përderisa këto ndodhen në momentet të fundit pa i paramenduar askush. Kështu që nuk kanë qenë të parapara në agjendë, por po që do të diskutohen. Gjatë ditës do presim përsërin, sepse ende është herët është ora 12, nëse do të diskutohet për Kosovën më gjerësisht, edhe nëse do të potencohet pra 24 shtatori dhe gjithçka që ka ndodhur në Banjsk. Përndryshe, për këtë ju informoj edhe më vonë edicionet e tjera të lajmeve në ATV, mirë po deri tani nuk është përmendur Banjska apo 24 shtatori, veç është përmendur se duhet të ngritet numri i pjesëtarëve duke pasur parasysh ngritjen e tensioneve. Pra kjo është si deklaratë e NATO-s drejt Kosovës. Do të diskutohet misioni i Kosovës, sepse këtë siç që potencova më herët e theksoi edhe Stoltenberg, i cili tha se do të diskutojmë sot gjatë ditës misionet e NATO-s në Kosovë edhe në Irak. Donse dim që në Kosovë është misioni pra më i gjatë dhe më i madh i NATO-s që është KFOR-i. Sot do të diskutohet, por se çfarë do të diskutohet më saktësisht do ta kuptojmë më vonë pas gjitha takimeve të cilat do të përfundohen, e që pritet të përfundoj edhe me një konferencë për media. Atëherë, Flaka, faleminderit se isha dhe duke ju pyetura do të ketë një konferencë përmbyllëse, po e thatë edhe ju. Kështu që për gjitha zhvillimet... Po.
Nëse mund të shte edhe diçka. Po? Se duke diskutuar para edhe unë ti përmend ndoshta se cilën. Duhet ta përmend që edhe Izraeli sot do diskutua në Bruksel. Siç e potencova s'ka pasur të jetë pjesë e agjendës, mirë po zhvillimet e fundit bën që të gjithë ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s ta mbajnë një takim ku edhe ministri i mbrojtjes së Izraelit ka marrë pjesë në këtë takim, mirë po ai ka qenë në mënyrë virtuale i bashkëngjitur gjatë takimit bashkë me ministrat e tjerë të mbrojtjes, ku ai ka informuar për nga afër se çfarë po ndodh tani në Izrael pas pra Hamasit se çfarë sulmi terrorist bëri ndaj Izraelit në vikend. Gjithë këtë NATO-ja e dënon ashpër gjithë këtë sulm terrorist që u bë ndaj Izraelit, edhe NATO, pra Stoltenberg, e potencuan se Izraeli nuk është vetëm. Sipas gjitha vendeve aleate të NATO-s, ata e mbështesin të gjithë Izraelin dhe tha se ka të drejtë ta mbrojë territorin e tij. Me këtë rast do të bëhet këtë shihet në vazhdim se çfarë do ndodh, mirë po edhe për Izraelin gjitha vendet anëtare aleate të NATO-s ishin në mbështetje edhe të Izraelit edhe të ditëve të cilat po i kalon tani për tani ku po shohim çdo ditë lajme të personave të cilat edhe janë duke vdekur atje pra në lindjen e mesme. Kështu që Entela do ta kemi një konferencë për media në ora 3:30, po deri atëherë do të shohim nëse do të diskutohet në takime, nëse jo, Stoltenberg ka thënë se në këtë konferencë të fundit për media të ditës së sotme, sepse edhe me sot përmbyllet gjithë takimi i ministrave të mbrojtjes, do të potencojë edhe më shumë edhe do të na japë edhe më shumë informacione për sigurinë e Kosovës. Edhe unë po shpresoj që dhe pyetja ime do të dëgjohet gjatë konferencës për media që është specifikisht për Kosovën, edhe do të shohim nëse do të përgjigjet edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Kaq Entela, nëse ke edhe pyetje ende. Jo, flaka ishte një përmbledhje sa i përket fillimit të ditës sa i përket samitit të NATO-s, por për informacione të tjera janë edicionet e tjera informative të cilat do të kesh lidhje direkte dhe do të informosh edhe shikuesit të ATV-s. Faleminderit flaka edhe një herë. Faleminderit edhe juve, kënaqësi. Ndërkohë kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar se së fundmi institucionet e sigurisë kanë hetuar rrezikun në rritje të inskenimit të sulmeve të dhunshme të grupeve të strukturave të Serbisë në Kosovë. Në mbledhjen e qeverisë, Kurti ka theksuar se Serbia asnjëherë më parë nuk i ka ngjarë më shumë regjimit të Miloševićit në metoda e veprime. Shërbimet e inteligjencës, Ministrisë së Mbrojtjes dhe